Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin I Pavarur. Keni parasysh është I Pavarur. Jo I Pavarur, I Pavarur. Këtë emision kam nga viti 2020, nga janari viti 2020, që e bëj bashkë me Cristiano Gjanarin. Unë dhe Kristi. Jemi vitin e 7 punës, 20, 21, 22, 23, 24, 25, viti 7 I punës, 6 vjetë e gjysmë bashkë. Bashkë edhe me ju. E çfarë merr? Merr me aktualitetin shqiptar dhe botror, por natyrisht projekt dhe Shqipërinë. SBA, ky është lajmi I ditës sot. Dhe Irani, SBA dhe Irani shpallin marrëveshjen kornis për paqen. Pritet hapja ngushtisës së Hormuzit. Pse është lajm? Sepse në moment që shkoi Amerika edhe goditi Iranin, filluan filozofët shqiptar, filloi lufta e tretë botrore, do filloi luftë bërthamore, bla 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 bla, shqiptarët, filozofët, të gjithë diturit, ata që merren me pataten, me qepën, me zvërnecin, me flamingot, me PD-n, me PS-n, me të gjitha, analistë të majt, analistë të djathtë, analistë të qendrës, psikanalistë, të gjithë u fokusuan dhe thanë, Trumpi është I çmendur, e futi botën në luftë. Filloi lufta botërore. Bëni gati sulmin bërthamor. Ja ku mbaroi. Filloi në 28 shkurt, do me thënë mars, prill, maj, 3 muaj gjys sha. Si shtas luft, pam, pam. U bën disa goditje, o dolën dhe ca. Kam qenë një emision, mor ishte njëri që ishte strateg, ishte bërë dhe luft, ishte oficer. Edhe thoshte do I mbarojnë Amerikës raketat. Ria, shikoj, thashë, o shoku, tani Amerika nuk është në çoban që ju tek pa Irani, bau, Iran dhe ju suli Irani e s'di ku tiki. Amerika është superfuqi botërore. Jo, dhe mbaroi raketat. Ja ku e keni. Mbaroi kjo, po themi kjo luftë, kuptohet, nuk është se praf mbaroi, nesër shpërthen hareja gëzimi, ka ajo për çështet e veta, por mbaroi si luftë. Bota merr frym, hapet kanali Hormuzit, qarkullon nafta, lëvizin çmimet, lëviz gjeopolitika. Pse jemi ne të gëzuar? Se pas kësaj vjen në radhë një tjetër lëvizje gjeopolitike. U kam përshtypjen që mund të jetë Rusia me Ukrainën, kam përshtypjen. Siç kam përshtypjen sepse thonë që është përqendruar këtu Trumpi, nuk e ka Amerika mendjen. Faktikisht ka disa ka pafundësisht institucione dhe zyra që merren me këto, edhe me një fshat të vogël. Për shembull, në fshatin e vogël Shqipëri ka. Dhe fshatit vogël Shqipëri ka ardhur koha. Ju e keni parë që këto lëvizjet që ndodhin nuk është aq spontane, nuk është aq popull I ndërgjegjshëm, do thotë që ka mbështetje është edhe duke mos thënë asnjë fjalë. Ju keni parë që nuk ka poroncim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka poroncim nga Bashkimi Evropian për këto që po ndodhin në Shqipëri. Ma nxirr çik me lëvizje. Lëvizje s'ka gjë. Atëre, lufta në Iran trondit ekonominë globale. Banka botrore, ritmi I rritjes më I ulët që nga pandemia. Ekonomia e Shqipërisë do të zgjerohet 3.4%. Pra ne nuk shpërthen, ne zgjerohemi, jemi 3.4% sipas llogarisë Bankës Botrore. Por jemi te kjo çështja trondit ekonominë globale. Janë 3 muaj e ca që e tronditën. Pse e tronditën, do thonë ju? Sepse kur në fillim të vitit shkoi Amerika dhe mori atë Maduro për leckësh. Tak. Edhe filluar shumë. Tu shkeni drejtë ndërkombëtare për. Në fakt, ne kemi thënë, nuk është luftë e Shteteve të Bashkuara me Venezuelën. Është luftë e Shteteve të Bashkuara me Kinën. Edhe këtu, populli I dashur, nuk është luftë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin, po është me Kinën. U bën bisedat, u luajt shahu, u arritën përfundimet dhe pas gjithë kësaj gjëje kemi një paqe sot, e cila natyrisht do të ketë efektet e saj, por në ekonominë globale, në rritjen dhe uljen, dhe në atë që Donald Trump ka thënë, kur bëri betimin, America first, pra Amerika e para, mbi të tjerët. Çdo thot Amerika mbi të tjerët. Por Edi Rama është fashizëm. Ne që themi Shqipëria e shqiptarëve në quan fashist dhe hajvan. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është kështu. Do thoni ju, a pyesni ju fort se çfarë ndodh me këtë? Jo. Personalisht jo, besoj që edhe shqiptarët nuk është se shumë, por gjithsesi, thjesht për një krahasim. Cristiano, më bën një ndryshim të lutem. Ja, ku dolën protesta e ATA. Kishte marrë malli për logon ATA, Agence Telegraphique Albanese, Agjencia Telegrafike Shqiptare, zëri
i qeverisë shqiptare, kështu ka qenë gjithë jetën e Shkreti, zëri i qeverisë shqiptare. Zëri ati që ka u thequr, nuk u bë kur një institucion kombëtar apo popullor apo publik. Protesta për Zvërnecin, thot, në ditën e 15 në kryeqytet. E morëm sot për të djeshme. E pse e nxorra unë këtë protestën e Zvërnecit, do thonë, se në çdo lajm që ka ata dhe ata, pra të gjithë ata që nuk kanë lidhje me, ose që kanë lidhje me qeverin, pra nuk kanë lidhje me publikun, desha them, por që kanë lidhje me qeverin e quhen protesta për Zvërnecin. Pra, sikur ne jemi ngritur të gjithë në luftë për disa fshatar atje në Zvërnec, që kanë marrë tokën disa kapitalistë. Aty në shesh unë shoh rini që jo se janë djenë për ata fshatarë dhe për kapitalistët, si fillim. Por shoh këta rinin, me të gjitha, që është kundër padrejtësive, për nuk ka lidhje me Zvërnecin. Nisi nga jo ikona Zvërnec, kur e ranë me grusht një banori, e morën zvarë të rroqën, dhe lindi si frikë, apo si identifikim me marrjen zvarë që na bën pushteti dhe gjithë veglat e tij. Po s'ka lidhje, nuk është protesta e Zvërnecit, është protest kundër regjimit. Është në ditën e 15, sot është në të 16-ën. Ecin. Shikoni pak se jo vetëm ata këtu, Agjencia Telegrafike Shqiptare, por të gjitha veglat në dirigjimin e këtij xhaxhit këtu, duan ta kanalizojnë, shikoni, s'ka shitje të Sazare, apo projekti miratuar për Zvërnecin. Shqipëria bla bla bla. Gjithë ideja dhe gjithë energjia e Edi Ramës dhe veglave të tij, përfshi Median që ishte në top list, ishte që të kalonim në debatin për Zvërnecin dhe për Sazaren. Aty e luan mjeshtin në mënyrë të përsosur lojën. S'ka shitje të Sazarit, thotë. S'ka projekt për Zvërnecin, edhe pse ishte bërë me tela me gjëmba, edhe pse kanë kaluar ca, edhe s'kan kaluar ca. Por, nëse ne hymë në debatin, jo Zvërneci, jo Sazani, kush janë të humbur? Natyrisht jemi ne. Pse jemi ne të humbur? Se do merremi me debate, me shifra, me letra, kishte bërë mbrëm natën, kishte bërë një libër Edi Rama, pse s'ka përtuar? Ose kur thotë, nuk është se punon Edi Rama. Në një moment që i mblidhet Byça, fillon të shkruan, kishte bërë një libër me fakte për Zvërnecin. Nuk na plas fare për faktet apo jo faktet. Na plas për një pushtet abuzues që ka miratuar disa ligje që është paketa maleve për shembull. Investitor strategjik e tjera që të marrin tokën dhe e japin aty ku s'duhet. Po del për tokën bujqësore. Është ndaluar dhe shumica e vendeve për mos të gjithë bota tokën bujqësore nuk e shet. Nuk e shet huajve. Ne po e shesim huajve. Imagjinoni ne një vend i cili tokën e vet do t'ia ketë dhënë të tjerëve. Edhe ne as caraca nuk do të mbjellim dot. Prandaj, ruajuni nuk është protesta e Zvërnecit, është protestë kundër regjimit padrejtësive, zhbërjes Shqipërisë, shpopullimit e kështu me radhë. Dalim tek tjetra. Gjithmonë, gjithkohës, vetëm për t'u shmangur Edi Rama fokusit, thelbit të kësaj proteste dhe thelbit të përplasjes me popullin, se ka dalë qytetaria. Qytetaria ka braktisur politikën e vjetër dhe është në përpjekje për të krijuar një politikë të re, duke ndikuar tek partitë e vjetra, por ndoshta duke prodhuar një forcë të re. Protestat po ushqejnë perceptime negative, po godasin imazhin e Shqipërisë dhe sezonin turistik. Shikoni, pra ne po ushqejmë perceptime negative. A thua se po ha mish njeriu këtu. Protestat nuk i kemi shpikur ne. Protest ka pas në Amerika, patur në Francë, ka në Gjermani, në çdo shtet dhe vend të botës. Greqia hera herës digjet, Athina digjet në kuptimin e parë të fjalës, ndërkohë që turizmi vazhdon. Këtu nuk është thyer një gotë, nuk është thyer një filxhan në protestë, lere xham, nuk diskutohet. Po ushqejmë perceptim negativ. Perceptimi është në botë, dhe nuk është për shkak të protestës, po për shkak të hulumtimit të mediave tuaja, që Edi Rama po shet vendin e tij dhe po e shet personave dhe grupeve dyshimta. Kështu që këtë perceptim nuk e kemi krijuar ne dhe nuk e ka krijuar protesta më. Është projekti Zvërnecit dhe të tjerat që kanë krijuar perceptime. Dhe sezoni turistik, siç e keni parë, vazhdon gallat. Në mes të sheshit kalojnë turistë, shohin,
gëzojnë, nga njerë marrin të mikrofonin e flasin. Kështu që nuk ndron, nuk them dot çështja e protestës. Vazhdojmë, Kristiano? A e pat këtë? E keni parë. Është bërë meme, ka qarkulluar në gjithë ditën e sotme. Ka qenë një gallat e jashtëzakonshme. Ka shkuar Taulant Balla. Vajti, takoi ca banor atje, edhe i thoshte, 4 miliard euro. Nuk janë më 4 miliard. Bëjnë 8, pastaj bëjnë dhe 12 miliard. Edhe më kujton atë komedin prefekti që thotë, e dini çfarë është fuqizmi? Si t'ja u kallëzor, si hallva me shumë shilqer. Se thoshte, po kur thoshte tjergullat. Pra, ti ke 4 miliard. 4 miliard. Të shkosh blesh tulla, bëhen 8 miliard, se këta i kujtojnë miliardat, si kushtohen kur jenë administrat. Po, në administrat hyn pa brek, dhe vetëm kur shef që ke valizet me miliarda. Në biznes nuk mundet, kesh 4 miliard, pastaj blesh tulla dhe të bëhen 8 miliard. Blesh dhe tjegullat dhe bëhen 12 miliard. Nëse, shifni ata fshatarët e shket çati bënin? A të shtyje se po flet Taulandi, po mënyra e të shpjeguarit të ekonomisë ishte fantastike. Kryetari i grupit parlamentar i shtonte, i trefishoi miliardat vetëm nga fakti që ta vendosen zvërnec, edhe shpërthen leku mërti, si ke Sudja. Nuk i bëri 4 miliardët, 12 miliard Sudja, i bëri Taulant Balla. Ja kjo është. Bëjmë pauzë shkurtër e kthehemi pak më vonë, si thoni.